Kjo shtëpi, e cila është e fasaduar me ngjyrë të kaftë dhe të bardhë, si dhe një pjesë e saj është e veshur me tulla të fasadës, gjendet në periferi të Prishtinës. Në fakt, ne nuk do të ndalemi në këtë ambient. Ndërsa tani do të shkojmë në pjesën prapa shtëpisë, ku do të mund të shihni një ambient shumë të veçantë. Kjo është kuzhina verore në këtë shtëpi, ku përveç kaminit i cili është shumë i veçantë, është edhe kjo tavolinë e cila është e përbërë prej 12 karrigeve dhe sigurisht që është gjithçka prej drurit. Edhe pse kuzhina verore ende nuk është e përfunduar, tashmë është rikthyer në ambientin kryesor të kësaj familje gjatë stinës së verës. Ky ambient, i cili dirshëm mund të emërohet si ambient fshati, në kuadër të tij ka edhe shumë gjëra të vjetra, të cilat e krijojnë një atmosferë shumë të ngrohtë dhe të rehatshme. Jo larg nga kuzhina verore janë vendosur edhe drunjt për shfrytëzim të kësaj shtëpie, ku pronari ka përdorur një ide mjaft kreative në mënyrë që pjesa ku janë vendosur ato të duket bukur. Për të mos u ndalur shumë te eksterieri i kësaj shtëpie, ne vazhdojmë për të parë si duket interieri i saj. Sapo të hysh në këtë shtëpi, do të hasësh në një element shumë të veçantë. Në këtë instalacion ku autori ka dashur të paraqesë kthimin e ëndrrës në realitet. Në fakt, ky instalacion nuk fillon këtu në katin e parë, faktikisht fillon në katin e dytë dhe përfundon këtu. Se çka ka dashur autori të paraqesë dhe si e ka paraqitur kthimin e ëndrrës në realitet, mund ta shihni përmes pamjeve të cilat i sjellim në vazhdim. Dhoma e ditës së kësaj shtëpie është e mobiluar me mobilje të cilat përveç rehatisë reflektojnë edhe ngrohtësi. Kjo mbase për shkak të ngjyrës, formës dhe materialit të tyre. Mirëpo, në dhomën e ditës së kësaj shtëpie do të hasësh edhe shumë elemente të cilat padyshim që nuk mund të kalohen pa u përmendur. Libra të shumtë, piktura të artistëve kosovar Muslim Mulliqi e Esad Valla,
Pastaj ky mbajtës përpijet alkoolike i cili është mjaft i veçantë, si dhe shumë elemente të tjera të cilat mund t'i shihni në vazhdim. Në mes të dhomës së ditës dhe kuzhinës është ky kamin shumë i veçantë ku pjesa ku është vendosur ajo është e mbuluar me dru i cili është ngjyrosur me turkuaz. E në vazhdim keni mundësi të shihni edhe si janë vendosur drut të cilat shfrytëzohen për ngrohje sigurisht, por janë vendosur në një mënyrë shumë kreative. Ndërsa në pjesën e kuzhinës, pronarët kanë vendosur që ajo të jetë e bukur, praktike dhe e shfrytzueshme. Në kuadër të kësaj kuzhine është edhe banaku i cili sikurse pjesa tjetër e kuzhinës është i bardhë. Në këtë kuzhinë padyshim që të bie në sy edhe këta suvenir të cilët janë mjaft të veçantë, sipër nga dizajnet e punuara në tokë, po ashtu edhe për materialet që janë përdorur. E veçanta atyre është se janë të punuara me qilibar dhe fildish. Ndërsa në trepezari, pronari ka vendosur që ngjyrën e bardhë ta kombinojë me të kaftën, kjo si një kalim shumë i bukur nga dizajni i hapësirës për qendrim ditor në kuzhinën e shtëpisë. Në katin e parë të shtëpisë është edhe një dhomë fjetjes e cila është arreduar mjaft bukur me mobilje të cilat kanë ngjyrë bordo, përveç shtratit i cili ka ngjyrë krem. Përveç elementeve të tjera, aty të bie në sy edhe kjo vitrinë e bukur për libra. Ndërsa tani do të vazhdojmë për në katin e dytë të shtëpisë, ku gjenden edhe 3 dhoma tjera të fjetjes. Kjo padyshim është një dhomë me një vajze, pasi që elementet përbërëse të saj e bëjnë të dukshme këtë. Vajza e cila banon në këtë dhomë ka preferuar të kombinojnë ngjyrën e kaftë dhe të kremtën. Shihet se mobiljet janë bërë me porosi për faktin se ato i mundësojnë banueses në këtë dhomë përveç gjumit edhe argëtimin dhe mësimin. Sa po të hysh në dhomën e djalit të pronarit, do të kuptosh se tashmë je në një dhomë të një artisti, në këtë rast të një bateristi. Edhe në këtë dhomë mobiljet janë bërë me porosi në mënyrë që shfrytëzueshmëria e tyre të jetë maksimale. Edhe në këtë dhomë, ata që vrehen si në pothuajse të gjitha ambientet e kësaj shtëpie janë librat e shumt. Dhoma fjetjes së pronarit është një ambient mjaft elegant me mobilje të cilat krijojnë një atmosferë shumë të këndshme dhe të rehatshme.
Qifti për dhomën e tyre kanë preferuar që mobiljet të jenë kombinimi ngjyrës së kremt dhe asaj të hirt. Ndërsa në përbërje të hapësirës së ndarë për dhomën e tij, pronari ka vendosur të ketë edhe banjon. Nga dhoma e pronarit mund të dilet edhe në teracën e vetme të kësaj shtëpie, e cila ka një hapësirë të mjaftueshme edhe për ndonjë festë të vogël. Besojmë se nga shtëpia të cilën e prezantuam sot të keni marrë ide të cilat do t'i praktikoni edhe në arredimin e shtëpisë suaj. Për të gjithë ju të cilët tashmë keni vendosur që shtëpia juaj e bukur të prezantohet në reportazhin Ma Pikturo ëndrrën, mjafton të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook, Shtëpitë e bukura të Kosovës, Viz RTV 21.